komunisë në erdhe. Dhe flasim për rilindje, çfarë nuk është rilindje, çfarë mund të ngatrohet në njëri. Dhe shpjegoj çfarë është rilindje, çfarë nuk është rilindje. E dirama mason. Në plasë farë, kena qelik, fa kam tulla këta. Isi, është mas... E dirama mason. Në plasë farë, kena qelik, fa kam tulla këta. Isi, është mason, kena qelik në me shoku jemi. Me parti komuniste, kena qelik, kena shokun Stalin. Me tulla mërën këta. Gjanë rilindje, nuk është një njeri që ullet aty dhe mund të di gjithçka për çdo temë të mundshme. Të flas me siguri për çdo temë, për çdo të vërtetë të çdo njeriu, për pranat më dhe për çfarë do lloj gjëje. Mund të flasë për çfarë do lloj gjëje. Për hyjet, për hënën, për qiellin, për oqeanin. Vetëm duhet të jetë zbulimi i tij personal, individual. Zbulimi individual është një rilindje, duke treguar të vërtetën individuale, jo të vërtetën e çdo gjëje të mundshme. Tentativa për të arritur për të shpjeguar gjithçka është vetëm një idiotlok. Nuk mund të di një njeri çdo gjë. Mund të niset nga e vërteta e tij individuale, që mund të jetë oqeani, peshqit, luenërit, tigrat, oqeani, çfarë do lloj gjëje, po duhet të jetë e vërteta e tij ose e asaj origjinale dhe individuale. Duke u nisur, po një njeri që ulet dhe kërkon të kujton se di gjithçka për çdo kënd, për çdo gjë lloj vërtete, dhe thot madje me siguri që nuk është ashtu, thonë këta dhe njerëzit thotë nuk është ashtu. Nuk është ashtu, si thot ti. Po për një vërtetë individuale nuk ka si të di tjetëri.